Patjetër që mediat, opozita në një sistem demokratik janë mekanizmat që të kontribuojnë në balanca, në kontroll pra të pushtetit të mazhorancës, por unë gjykoj që duhet parë dhe duhet shqyrtuar dhe roli gjithë secilit, a e kryen secili prej tyre rolin siç duhet në këtë demokracinë tonë. A janë mediat lartësinë e detyrës, a është opozita në lartësinë e detyrës? Patjetër që ka vend për përmirësime, gjykoj, por nga ana tjetër dhe këto kritika ndaj mediave të caktuara që ne biem dakord, jo të gjitha janë aq profesionale sa duhet të ishim në disa raste. Dhe këtu jo për të mbrojtur kënd, këtë e them në përgjithësi, sepse vjet re që mungon ndonjëherë mënyra e durë e trajtimit të çështjeve në standardet e dura dhe të një gazetarie profesionale. Pastaj sa i takon epiteteve apo etiketimeve, kjo është një diskutim tjetër. A i shkojnë për shtat apo jo? Mos të harrojmë që këto terma kanë qenë në Shqipërinë tonë, nuk është se janë krijuar tani më. Është Qikonica që e ka përmendur i pari këtë termin kazan, çka kam lexuar unë, nuk është një term që është shpikur vitet apo kohët e fundit, dekadat e fundit, pra flitet që në fillesat e gazetarisë apo të prozës shqiptare, këto terma janë hedhur në Mexhelisin apo në arenën e debatit publik, dhe e kam lexuar pra këtë term, për shembull kazanin e përmendte për herë të parë te Fajkonica. Por nga ana tjetër kjo duhet të shërbej për të ndërgjegjësuar që gjithë secilin që ta bëj punën e tij ashtu siç duhet, me profesionalizëm, dhe rolin që ka në një sistem demokratik. Media duhet ta luaj në standardet e duhura. Dhe do thoni ju, a janë të gjithë aktorët në nivelin e duhur? Unë do thoya që të gjithë kanë mundësi përmirësimi, sepse ne jemi një demokraci në zhvillim e sipër, dhe secili nga aktorët e rëndësishëm, ku dhe media ka një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm, dhe ndonjëherë quhet edhe pushteti i pestë në një demokraci, duhet që të jetë ka përshtypje në një nivel tjetër, dhe besoj se ka përmirësime dhe mund të ketë dhe akoma më shumë në të ardhmen.